Faleminderit Jolandës për dëshminë e mrekullueshme, për hirin e Perëndis në jetën e saj. Faleminderit dhe Elios për lajmërimet dhe gjithë ata që shërbejnë dhe me grupin e fëmijëve dhe në shërbesa të tjera. Lem pak kohë Elios derisa të zë vend. For this English speaking, Elio will translate, but it will take some time. Jemi njohës pra që kemi mundësi pra të vazhdojmë tek fjala e Perëndis, të mësojmë nga fjala e mrekullueshme, nga fjala e jetës. Ashtu siç tha edhe Jolanda në dëshminë e saj, është një fjalë që ka shumë ushqim për shpirtin tanë. Është një tryezë e mrekullueshme, me ushqime të mrekullueshme Perëndia ka përgatitur dhe ne kemi privilegjin të marrim pjesë në këtë. Dhe në fakt, historia që do vazhdojmë sot tek Ungjilli i Lukës, pra jemi akoma tek Luka. Pra mund ta hapni tek Luka kapitulli 14. Elio, je në rregull? Jeni. Okej. Tek Luka pra 14, vargjet në vazhdim, pam herën e kaluar, pam nga Luka 14:1 deri në vargun 14. Paul pra predikoi këtë mesazh të mrekullueshëm nga i pasazh ku Jezu mësoi atyre pra, Jezu u ftua në një shtëpi të një farizeu për një vakt, për një drek ose darkë, varet që ishte drek ndoshta. Dhe gjatë atij vakti, interesante është se ata e ftuan në fakt, ose nuk e dim se si Jezusi përfundoi aty, por vajti për vakt dhe ata po e përgjonin Jezusin. Farizejt pra po e përgjonin për ta kapur në gabim. Ata mezi prisnin që ta kapnin Jezusin në një gabim ose në një shkelje të ligjit, pra mezi prisnin që ta akuzonin për diçka. Sepse Jezusi po sfidonte sistemin e tyre fetar. Sistemin e tyre që ata e kishin ngritur, bazuar tek fjala e Perëndis, por duke i shtuar më shumë rregulla, duke vendosur ato mënyrat e tyre se si duhet pra të zbatuar ligji i Perëndis, i kishin shtuar rregulla, rite dhe vazhdimisht i shtonin, modifikonin, por Jezusi po e sfidonte këtë sistem. Jezusi po i kthente ata tek fjala, tek për çfarë ishte dhënë fjala e Perëndis. Dukeshin që rregullat dhe ato ritet e tyre ishin më të rëndësishme se fjala, ata kishin harruar çfarë Zoti tashmë kishte thënë në fjalën që ata kishin, pra në Testamentin e Vjetër që quajmë ne ose Dhjata e Vjetër, pra në shkrimet e tyre hebraike, ata kishin harruar pasazhe të tilla si tek Osea 6:6, ku Zoti tashmë u kishte thënë atyre, sepse unë dëshiroj mëshirë, thot Zoti, dhe jo flijimet, dhe njohjen e Perëndis më shumë se holokaustet. Perëndia dëshironte mëshirë nga ata, jo këto rite, jo këto gjëra. Dhe njohja e Perëndis është më e madhe se sa çfarë do gjë që ata mund të bënin për Zotin, çfarë do shërbimi që mund të ofronin, çfarë do lloj sakrifice që ata mund të jepnin. Perëndia dëshironte mëshirë dhe njohjen e Perëndis. Dhe në historinë që pam herën e kaluar, pra, një njeri i sëmur shfaqet në mesin e tyre, ishte e shtun, dreka ku Jezusi po hante ishte e shtun, dhe një njeri na thuhet aty që me një sëmundje hidropik është përkthyer, por është një sëmundje që ka një rrjedhje, një plagë ndoshta të hapur, që ka një rrjedhje. Ky njeri pra ishte smur, kishte nevojë për të shëruar. Ata e dinin që Jezusi kishte fuqi për ta shëruar, ndoshta nuk e dim se si ai njeri erdhi aty, ndoshta ata e kishin ftuar këtë njeri për ta zënë Jezusin, se po e përgjonin Jezusin, për ta zënë në gabim, për ta akuzuar, dhe Jezusi e shëroi, jo vetëm që e shëroi këtë sëmur, por edhe i qortoi ata për ngurtësinë e zemrave të tyre. Ata kishin bërë pra rregullën e tyre e shtuna më e madhe se njeriu. Po Jezusi e sfidoi këtë mënyrë të menduarit, duke thënë cili nga ju, i thot, mbasi e shëroi pra. Ne kemi aty po t'i bjerë gomari, por ndoshta është po t'i bjerë djali i tij, ose kau në pus, dhe nuk e nxjerrë jashtë ditën e shtunë, pra ndërsa shërimi i këtij njeriu do të ishte një shkelje së shtunës për ata, do të ishte një kërkonin një mënyrë për ta akuzuar, pra Jezusi sfidoi në këtë mendësi të tyre. Dhe gjithashtu i sfidoi që ata të ishin të përulur. Mësimin pra që pa mos mendonin për veten e tyre, po të mendonin për të tjerët, të tregonin për ulësi. Pra sepse përulësia është ajo që ka rëndësi përpara Perëndis. Dhe shpërblimin që do të na jepet, thotë Jezusi në fund pra, në fund pasazhit, që
pamë herë kaluar, shpërblimi do të jepet në ringjalljen e të drejtëve. Pra, për sa kohë jemi në këtë botë, ne duhet të shërbejmë të gjithë njerëzve, pa përjashtim, dhe të presim shpërblimin që vjen nga Perëndia. Po ndoshta nuk do marrim në këtë jetë, por Perëndia e di se si do na shpërblej, por ai nuk harron asgjë. Dhe kjo histori që kemi parë deri tani herën e kaluar, shtyu një person që ishte në atë tryezë, në atë drek, në atë vakt, në vargun 15 që kemi ne sot, në vargun hyrës, shtyri një farizet duke bërë një koment të tillë. Nëse në vargun 15 dhe një nga ata që ishin tavolinë, pra, një nga personat që ishin në atë drek, kur i dëgjoi këto gjëra, pra këto mësime që Jezusi tashmë tha pra më sipër, i tha atij, pra i tha Jezusit, lume kemi ne në Bibla tonë, ose bekuar, mund të përkthehet dhe bekuar ajo fjalë aty. Bekuar është ai person kush do të hajë bukë në mbretërinë e Perëndisë. Është interesant ky koment që ky person bën. Pra, ky komenti i këtij personi. Për farizejt dhe për të tjerët në atë kulturë judaike, të bëje pjesë në mbretërinë e Perëndisë do të thojë që ti do ishe i ftuar në një tryezë, në një banket të madh, në një tryezë. Ata e mendonin pra mbretërinë e Perëndisë një vend ku kuar të hash ushqim, pra ka shumë ushqime. Fjala e Perëndisë në fakt është e tillë, pra siç tha dhe motor Jolanda. Pra mbretëria e Perëndisë simbolizoi në këtë mënyrë, pra, të haje bukë, të merri pjesë në këtë drek të madhe ose sido që ta quajmë. Dhe me që jemi në këtë varg, pra, shikojmë përsëri pra temën e mbretërisë së Perëndisë. Sa herë përsëritet shumë pasazhe. Kemi parë deri tani tek Luka, madje unë kam predikuar para disa kohësh nga Luka 13, kur foli Jezusi prapë për mbretërinë e Perëndisë, luftoni pra që të hynin nga dera e ngushtë. Mbretëria e Perëndisë është një temë kryesore në Bibël dhe sidomos edhe në Dhjatën e Re. Tek Ungjit, mbretëria e Perëndisë si temë përdoret, referohet ose mësohet, Jezusi mësoi mbi 70 herë, 70 deri në 80 herë. Përmendet dhe përdoret pra ky mësim. Jezusi i mësoi shumë herë për mbretërinë e Perëndisë. Madje shërbesa e Gjon Pagzorit filloi me fjalët: pendoni sepse mbretëria e qejve është afër. Fjalët e para që tha Gjon Pagzori, që u thirr nga Zoti, dhe fjalët e para që tha Jezusi kur filloi shërbesën e tij ishte saktësisht e njëjta gjë. Pendoni sepse mbretëria e qejve është afër. Mateu përdor shprehjen mbretëria e qejve për mbretërinë e Perëndisë. Pra mbretëria e Perëndisë është temë kryesore. Farizejt, gjithë kombi i Izraelit, judejt, prisnin për mbretërinë e Perëndisë, kishin një pritshmëri të madhe. Sepse ata lexonin pasazhet nga Dhjata e Vjetër, nuk është se mbretëria e Perëndisë papritur filloi të shfaqet tani në Testamentin e Ri, në Dhjatën e Re. Është nga Dhjata e Vjetër. Ata lexonin pra nga profetët ku përshkruhej me hollësi, me saktësi se si është mbretëria e Perëndisë. Lexonin pra pasazhe nga Isaia, ku paqja do të zotrojë në mbretërinë e Perëndisë. Paqja dhe një bekim i madh, një bollok i madh do të mbizotronin, sepse drejtësia është themeli i mbretërisë së Perëndisë. Ne sot kemi gjithë këto probleme në botë, e dim që është mëkati, është shkaku kryesor i problemeve, por mungesa e drejtësisë në çdo vend ku mungon drejtësia si duhet, do ketë probleme. Dhe themeli i mbretërisë së Perëndisë është drejtësia. Dhe vetë Mesia, pra, Mesia, ata prisin një person, Mesia, që do të dërgojë nga Zoti, që do të mbretëronte. Mesia do të mbretëronte me drejtësi. Dhe Mesia ishte në mesin e tyre. Jezusi është Mesia i premtuar. Por në mendjen e tyre mbretëria e Perëndisë ishte diçka tjetër, dhe ajo është që do të vi. Akoma nuk ka ardhur. Dhe ata ishin të dyzuar në këtë, sepse shikonin Jezusin një njeri me fuqi të mëdha, një njeri që kishte shumë, si thua, plotësonte shumë nga ato kushtet se si duhet ishte mbreti, por nuk plotësonte ato kushtet e tyre kryesor, sepse ata donin të çliroheshin nga romakët, ishin pushtuar nga romakët. Jezusi nuk po organizonte një ushtri ose nuk po bënte përpjekje për të çliruar nga Roma, për të rebeluar kundër Romës, për të vendosur mbretërinë. Që të vendosej mbretëria, mbreti duhet zinte vendin, pra duhet largonte ato sundimtarin
që kishte caktuar Roma dhe të zinte vendin. Por Bibla na mëson që pra ardhja e parë e Jezusit ishte koha e hirit Perëndis. Ai erdhi për të shpallur mesazhin të gjithë njerëzve, të gjithë atyre që po vuanin, të gjithë të varfërve, të gjithë njerëzit që ishin të çal, të gjithë njerëzit që ishin të verbër, pra solli një mesazh paqe nga Zoti, një mesazh pajtimi. Gjithashtu mbretëria e Perëndis përmendet edhe tek lutja shembullore që ne duhet të jetë modeli jon i lutjes, pra kur Jezusi mësoi dishepujt e tij, aty hyn që në qej u shenjtëroft emri yt, thuhet, dhe pastaj më njëherë, mbasi po luvdojmë Perëndin, kërkesa e parë që ne bëjmë ndaj Perëndis në lutjet tona është që art mbretëria jote. Pra art mbretëria e Perëndis është një temë kryesore dhe do të vijë mbretëria e Perëndis. Ne presim mbretërinë mijëvjeçare kur të gjithë ato që ne dëshirojmë në këtë botë do të përjetohen atë mbretëri, një paqe e madhe, një bollëk i madh, një jetë që pra me Perëndin, me Jezusin do të mbretërojë nga Jeruzalemi. Por ky person pra bën këtë koment, të rëndësishëm, lumaj që do të haj bukë në mbretërinë e Perëndis. Dhe kjo deklaratë pra pasqyron atë besimin e përbashkët edhe një herë hebre në atë kohë se mbretëria do të ishte një festë e madhe për të drejtët, për ata pra që do të jenë të lumtur, të bekuar, që do të marrin pjesë në këtë. Tek Isaia 25:6-9 kemi një përshkrim se çfarë do të ndodhë në mbretërinë e Perëndis. Nëse mund të hapni Bibla tuaj ose mund të më ndiqni mua kur ta lexoj, por Isaia 25:6-9, mund ta mbani edhe shënim për ta lexuar më vonë. Tek Isaia 25, profeti Isaia thotë kështu: Zoti i ushtrive do t'u përgatis tërë popujve mbi këtë mal, një banket me gjellë të shishme, me vera të vjetra, me gjellë të shishme, me shumë palc dhe me vera të vjetra dhe të zgjedhura. Pra imagjinoni çfarë pamje kishin nga Isaia. Ajo tryeza pra që përmend Zoti Jolanda, Zoti do ta përgatisë një banket. Kjo ishte një sinonim i mbretërisë së Perëndis. Do të shkatërrojë mbi këtë mal mbulesën që mbulonte tërë popujt, po kështu edhe mbulesën e shtrirë mbi të gjitha kombet. Do të shkatërrojë për gjithnjë vdekjen, për gjithnjë pra vdekjen. Zoti do t'i thajë lotët nga çdo fytyrë. Pra nuk do të ketë më trishtim në mbretërinë e Perëndis. Do të heq nga tërë dheu turpin e popullit të tij, sepse Zoti ka folur. Atë ditë do të thuhet, ja, ky është Perëndia ynë. Tek ai kemi shpresuar dhe ai do të na shpëtojë. Ky është Zoti tek i cili kemi shpresuar. Të ngazëllojmë dhe të gëzohemi në shpëtimin e tij. Pra do të ketë një banket të madh në mbretërinë e Perëndis të përgatitur nga vetë Zoti i ushtrive, thot Isaia. Pra dhe pritshmëria ishte që njerëzit që do të marrin pjesë janë të lumtur, janë të bekuar. Dhe Jezusi pra këtij komenti që bën ky person, që ishte ulur në tryezë bashkë me të, i përgjigjet me një shëmbëltyrë. Me një shëmbëltyrë e cila shëmbëltyrë që tregon Jezusi që do e shikojmë me hollësi nga vargjet 15 deri 24, sfidon supozimet e tyre se kush do të merrte pjesë në mbretërinë e Perëndis. Çfarë ata mendonin pra, se kush do të bënte pjesë në mbretërinë e Perëndis, në atë banket pra, në atë tryezë të Perëndis. Dhe nga kjo shëmbëltyrë që tregon Jezusi, ne do të shikojmë ky njeri, pra komenti këtij njeriu, kam darë vargun veç. Do të shikojmë 5 pika që rrjedhin natyrshëm nga kjo shëmbëltyrë dhe pastaj do të shikojmë çfarë do thotë kjo për ne sot. Çfarë do thotë për ne sot? Do të shikojmë pra këto 5 pika dhe e para është ftesa që bëhet për mbretërinë përmes kësaj shëmbëltyre pra. Dhe lexuam nga Mateu, pak më parë Elio lexoi atë pasazhin, duken si dy pasazhe janë të ngjashme, por janë dy histori të ndryshme. Tek Mateu tregohet për dasmën, mbreti bëri dasmën për dasmën e birit. Ktu është një shëmbëtyrë ngjashme, ka shumë ngjashmëri, por është prapë një banket, por nuk është një dasëm. Dhe Jezusi në këto vargje 16 deri 17 na flet për ftesën që ky njeriu pra që bëri banketin dhe thuhet aty, por ai tha atij pra, Jezusi i përgjigj këtij njeriu që bëri këtë komentin në vargun 15. Një njeri përgatiti një banket të madh dhe ftoi shumë veta. Dhe në kohën e banketit dërgoi shërbëtorin, ose fjalë për fjalë është sklavin e tij, sklavin e vet tu thotë të ftuarve: "Ejani, sepse gjithçka tashmë është gati." Menjëherë sa po lexojmë
këtë vargun e parë, bie në sy dy fjalë aty. Një njeri përgatiti një banket të madh dhe ftoi shumë veta. Pra ishte një banket shumë i madh. Dhe ai ftoi shumë njerëz. Pra përgatiti ky dhe tregon që kush ishte ky person. Ishte një person i rëndësishëm, një person shumë i pasur dhe shumë i fuqishëm, që kishte mundësi pra të bënte këtë banket të madh dhe të ftonte shumë njerëz, shumë veta. Dhe atë që lexojmë në këtë varg kuptojmë që këta njerëz si thua u ftuan 2 herë, sepse në vargun 16 thotë ftoi shumë veta dhe pastaj në kohën e banketit dërgoi përsëri shërptorin e tij ose sklavin për të thirrur. Kështu ishte mënyra në atë kohë e ftesave, sepse dërgoi ftesa e parë i ftuar në banket, pastaj ata do të prisnin për ftesën e dytë, sepse banketi donte kohë të përgatitej. Do nga që ishte banket i madh, me siguri tek Mateu marrim disa informacione shtesë, por është një tjetër, duket që është një histori tjetër atje, por ka ngjashmëri që duhet thereshin shumë viça, duhet përgatiteshin shumë gjellë, shumë gjëra, pra kërkonte kohë që ky banket të përgatitej dhe prandaj dërgoi ftesa e parë, se cilët ishin të ftuar dhe ata do të rrinin gati që kur të ishte gati banketi të merrnin pjesë, pra të ftoheshin. Pra në një farë mënyrë ata do të rrinin gati sepse banketi ishte i madh dhe do të vinin shumë njerëz. Pra, edhe një herë, përgjigja ndaj komentit atij personi, lum kush do të haj, kush do të haj bukë në mbretërinë e Perëndis. Pra, besonin që do kishte një banket, një fest në mbretërinë e Perëndis. Tani, shëmbëltyrat, e kemi thënë dhe herë tjera dhe kemi thënë dhe përsërisim që shëmbëltyrat janë histori që tregon në jetën reale, histori që ndodhin në jetën reale dhe fizike, por që na japin mësime mbi të vërtetat frymërore, mbi të vërtetat shpirtërore. Prandaj Jezusi përdor shumë këto histori sepse e japin mësimin më mirë, kuptohet më qartë mësimi dhe historitë ne na mbesin në mendjen tonë, por tregojnë të vërteta frymërore. Banketi këtu në këtë shëmbëltyr, pra përfaqëson mbretërinë e Perëndis. Është një vend i gëzuar, banketi pra është një vend i gëzuar, një vend ku ka ushqime të bollshme, një shoqëri, vend shoqërie, pra me Perëndin, pra banketi pra ka këtë kuptim. Të ftuarit fillestare, ftoi shumë veta. Këto të ftuarit fillestare do të shikojmë që në një farë mënyrë përfaqësojnë popullin hebre. Pra, veçanërisht elitën fetare të hebrejve, ata pra që merreshin me ligjin e Zotit, ata që lexonin fjalën e Perëndis, lexonin rrotullat pra Perëndis, ata që ishin të parët pra që morën beslidhjen dhe premtimet e Perëndis. Premtimet e para të Perëndis erdhën tek judejt. Në fillim fjala e Perëndis pra erdhi tek ata, tek izraelitët. Atyre ju dhan premtimet. Ata ishin të ftuarit të parë në këtë ftesë. U ftuan pra që të hyjnë në këtë banket në mbretërinë e Perëndis. Ndërsa shërbëtori shihet pra, shërbëtori është simbol i profetëve, i njerëzve të Perëndis që sollën pra këtë ftesë, sollën këtë lajm tek populli hebre. Pra, janë njerëzit që Zoti përdori. Ata që i thrasin njerëzit për në mbretërinë e Perëndis. Gjithmonë Zoti ka dërguar njerëz të tij dhe sot ne mund të identifikojmë veten tonë si shërbëtori që thrasim njerëzit në mbretërinë e Perëndis. Pra njerëzit e Perëndis janë dërguar për të ftuar këta njerëz në mbretërinë, pra në banketin që Zoti e ka përgatitur. Ky njeri i madh, pra, ky njeri i fuqishëm. Kjo është pika e parë, pra, ftesa. Ka një ftesë për në banket, si përgjigje atij komentit atij njeriu. Pika e dytë, shikojmë në vargjet në vazhdim, vargjet 18 dhe 20, shikojmë shfaqësime ose justifikime nga të ftuarit. Do thonë u ftuan në ftesë, duhet vinin në këtë ftesë, ndoshta herën e parë kishte thënë që do vim, por kur erdhi banketi, kur përgatit banketi, le të lexojmë se çfarë thuhet aty. Pra mund të hapni në Biblat tuaja, mund të shikoni pra, por mund të lexoni edhe në monitor. Nëse shkrimi është bërë pak më i vogël, por besoj që e lexonin. Por të gjithë pa përjashtim. Interesante, filluan të bëjnë shfaqësime, justifikime. I pari tha atij, bleva një arë dhe më duhet të shkoj ta shoh. Të lutem të më falësh. Pra përgjigja ndaj sklavit, ndaj shërbëtorit. Dhe një tjetër tha, bleva 5 pend qe dhe po shkoj t'i provoj. Të lutem të më falësh. Dhe një tjetër akoma tha, ka martuar një grua, pra sapo ja martuar dhe për këtë arsye nuk mund të vi. Çdo njeri që u ftua, të gjithë pa përjashtim dhanë një justifikim për të mos marrë pjesë.
bleva një arë, kjo lidhet me pasurinë, pra, lidhet me pasurinë. Bleva qep, ishte shqetësuar për punën, për biznesin ndoshta ti. Sapo martuar, ky i fokusuar tek marrëdhënia personale. Çdo shfaqsim, nëse i shikojmë me vëmendje në këto përgjigje që ata japin, është i lidhur me përparësitë e kësaj bote, me gjërat e kësaj bote në lidhje me përparësinë me mbretërinë e Perëndisë. Asnjë nga këto shfaqsime, po t'i shikojmë nga ana jashtme, në thelb nuk është i gabuar. Duken shfaqsime të arsyeshme. Ai ka bler një arë, tjetri ka bler qet. Ky sapo është martuar, ky ndoshta i fundit ka më shumë arsye për të mos shkuar, sepse tani ndoshta do të pyesë gruan, por të gjitha duken në pamje të parë duken justifikime të arsyeshme. Por në thelb nuk qëndrojnë asnjë nga këto shfaqsime. Sepse arsyeja e vërtetë që qëndron mbas këtyre shfaqsimeve është se ata nuk donin të shkonin në këtë festë. Nuk donin të merrnin pjesë. Këto shfaqsime ishin, si thua, justifikime, siç themi ne ndonjëherë për sy e faqe ose sa për të larë gojen, sa për të thënë pra diçka. Nuk donin të shkonin. Po ti shikojmë thellë nuk donin, sepse le të shikojmë arsyeën e parë. Ai kishte bler një arë. Dhe thotë, më duhet të shkoj ta shoh. Imagjinoni pra, pak vendosini veten e këtë person. Ai ka bler një arë, si mendoni, tashmë nuk e kishte parë arën ai, para se ta blinte. Ai me siguri e kishte parë arën, e dinte sa metra kishte bler arë, çfarë arë ishte, kishte bërë një çmim me pronarin e arës, pra, kishte negociuar, kishte bërë një dokument për ta bler, sapo e ka bler dhe do të shkoj ta shoh. Tani masi e ka bler, do ta shoh. Nuk qëndron ky justifikim, sepse ne e dim shumë mirë, nëse blejmë një diçka, para se ta blejmë këtë gjë, do bëjmë hetime të hollësishme, çfarë gjëja është, a më vlen, sa më vlen, çfarë do gjë që blejmë, shtëpi, makinë, një gjë të vogël sikur blejmë, ne tashmë e shikojmë para se ta blejmë. Ai ka bler dhe thot tani do ta shoh. Pra nuk qëndron, po ti është në thelb, pra nuk do që të shkoj. I dyti, ka bler këto 5 qet. I ka bler tashmë. To qet. Edhe do t'i provoj. Prova pret, krahasim me banketin. Imagjino kush është më e rëndësishme me këtë. Edhe i treti, që thotë ishin martuar, në dhjetën e vjetër, ata që martoheshin kishin një farë leje mos shkonin në shërbim ushtarak ose në luftë. Një person që martohej i jepte leje që të qëndronte për një vit, më duket, në mos gaboj tani në dhjetën e vjetër, që mund të rinte në shtëpi i sapo martuari. Por mos shkonte në festë nuk është justifikim. Pra, ata nxjerrin arsye që mos të shkojnë, refuzojnë të shkojnë në festën që ky njeri ka përgatitur. Dhe mund të ketë dhe arsye të tjera që njerëzit nuk shkojnë, por Jezusi ka përmbledhur në këto 3 arsye. Pra, si thua, e para përfaqëson pasurinë, ara, e dyta biznesin, punën, e treta marrëdhëniet. Mund të ketë dhe arsye të tjera, por këto e përmbledhin shumë mirë, arsye justifikime. Edhe sot ne mund të shikojmë shfaqsime që njerëzit mund të nxjerrin për të mos pranuar ftesën që Zoti i bën përmes Ungjillit, për të pajtuar me Zotin. Zoti ofron faljen përmes Krishtit. Dhe ne jemi dëshmitarë kur shkojmë tek njerëzit, kur japim këtë lajm të mirë. Ndoshta ne ndonjëherë mund të marrim gabim mbi veten tonë, mund të themi që nuk e kemi prezantuar si duhet lajmin e Zotit. Ndoshta mund të është vërtet, por Zoti flet në shumë mënyra me njerëzit. Fjala e tij është një mënyrë që flet që gjithë njerëzit sot në vendin tonë kanë të disponueshme Biblën, kushdo mund ta lexojë. Ne njerëzit e tij që shkojmë për të çuar këtë lajm tek njerëzit dhe ka shumë arsye që njerëzit nuk duan t'ia dinë për këtë lajm të mirë që Perëndia ka për ata, për Ungjillin e paqes. Ka shumë arsye dhe një nga arsyet që ne shikojmë është që bota me gjërat e saj, me materializmin e saj, me mënyrat e saj, me gjërat që ofron, tërheq më shumë njerëzit, si këta njerëz. Pasuria, ara, apo qet, apo marrëdhënia, i tërhiqte më shumë se sa për të vajtur në këtë festë. Dhe sot ne shikojmë që njerëzit nxjerrin këto justifikime. Nuk është se nuk mund të vinë, por nuk duan të vinë. Pra çfarë i pengon, le të mendojmë çfarë i pengoi ata atëherë dhe çfarë i pengon njerëzit sot. Le të mendojmë, ndërsa po mendoja
për këtë vargje, më erdhi në mend është një histori që kam lexuar dhe ndoshta edhe ju e keni lexuar tek libri Udha e shtektarit. Është Pilgrim Progress, është në anglisht, që ka shkruar John Bunyan. Dhe ju rekomandoj ta lexoni si libër, është një libër shumë i mirë, është një shëmbëltyrë shumë e mirë e jetës së krishterë, dhe në këtë libër na tregohet një person pra që e ka emrin i Kristiani dhe gruaja e tij ka emrin Kristiana. Zoti thret për në qytetin qellor dhe ata për të vajtur deri atje kalojnë ato peripeci, pra tregojnë pak a shumë jetën e të krishterët. Dhe është një histori aty kur më duket Kristiana arrin tek shtëpia e interpretuesit. Është një pjesë aty ku arrin tek shtëpia e interpretuesit dhe interpretuesi e fut Kristianën në një dhomë dhe ajo shikon aty një njeri që ishte i përkulur, thuhet aty, duke gërmuar vazhdimisht në ato dyshemën, ato papastërti, në ato plurin e dyshemës, i fokusuar në gjërat që po bënte aty poshtë. Dhe Kristiana shikon që nga sipër kokës së këtij njeriu ishte një angjëll që i zgjaste një kuror ari. Ky njeriu, po ky njeri kur nuk e ngrente kokën lart, po ishte i fokusuar në ato gjërat, aty në atë dhomë, në plurin e dyshemës. Më pas gruaja pra e krishterë Kristiana e bind veten se e di disi kuptimin e kësaj. Ajo thotë që kjo është figura e njeriu të kësaj bote. Njeri që merret me gjërat, është i shqetësuar gjithkohon me gjërat, i preokupuar me gjërat e kësaj botës. Apo jo zotëri, thotë, i drejtohet pra interpretuesit, sepse bashkë me të është interpretuesi që interpreton. Ke thënë të drejtën, i thotë interpretuesi. Thotë kjo balta ose ky pluri tregon mendjen e tij mishore. Mendjen e këtij njeriu të fokusuar tek bota. Dhe ndërsa e shethot që ky njeri më tepër i kushton vëmendje të mbledhë këto mbeturina, ai quan kasht, shkopi, plurin e dyshemës, sesa i kushton vëmendje asaj që atit po i ofrojnë nga lart, nga qielli. Dhe këtë kurorën qellore. Kjo është për treguar se gjërat qellore për disa njerëz janë vetëm si një prall, dhe nuk i konsiderojnë fare. Njerëzit janë përqendruar më shumë tek gjërat e kësaj bote. Pra ky njeriu nuk mund të shikonte gjë tjetër veç së poshtë, është për të bërë të ditur se gjërat toksore. Pra gjërat toksore, por ky njeriu ishte i fokusuar shumë. Gjërat toksore, kur janë me fuqi në mendjet e njerëzve, e largojnë plotësisht zemrën e njeriu nga Perëndia. Na fokusojnë në gjërat e kësaj bote. Dhe ne mund të mendojmë, cilat janë ato gjëra toksore që ne na largojnë nga fjala e Perëndisë sot? Cilat janë ato gjëra që ndoshta ne e kemi pranuar ftesën për të vajtur atje, por na pengojnë për të rritur në rritjen tonë, gjërat e botës. Dhe historia vazhdon atë libër, Kristiana thot, Zot, më çliro nga kjo baltë, më çliro nga gjërat e kësaj bote, nga gjërat që më tërheqin. Dhe interpretuesi thot, kjo lutje ka qëndruar për shumë kohë, thot. Edhe ai citon një varg nga Fjalët e Urta 38, thot. Ku Fjalët e Urta 38 është një lutje që është shkruar aty, ndoshta nga Solomoni ose nga njerëzit që kanë mbledhur Fjalët e Urta, ku thuhet largo nga unë falsitetin dhe gënjeshtrën. Lutet pra ai që ka shkruar librin e Fjalëve të Urta. Mos më jep as varfëri, as pasuri, më ushqe me bukën e nevojshme. Pra, është një lutje që ne bëjmë, që mund t'ja bëjmë Perëndisë që të largojë nga ne, pra vëmendjen nga këto gjërat e botës, nga gjërat të cilat na shfokusojnë nga kjo ftesë që Zoti na ka bërë dhe nga gjërat qellore që na ofrohen nga lart. Ajo kurora përfaqëson pra ato gjërat e qiellit. Pra ky njeri është i përqendruar tek gjërat toksore, tek pasuria, tek puna, tek shqetësimi, tek materializmi. Dhe shpërfill plotësisht bekimet më të mëdha shpirtërore që ofron Zoti pra. Ai ka mundësi që të marrë gjërat më të mira nga qielli. Ka mundësi se i afron. Pra ka mundësi të marrë jetën e përjetshme, gëzimin, paqen, qëllimin, por në vend kësaj zgjedh gjërat e kësaj bote. Dhe këta njerëz të ftuar në banket pra përfaqësojnë pra ato preferojnë, se tu është gjërat e tyre personale në vend të ftesës, për të vajtur në ftesën e këtij njeriu të madh. Janë fokusuar pra tek gjërat e kësaj bote. Kjo është pra pika e dytë. Pika e tretë ka një reagim, sepse ata nuk pranuan ftesën. Ka një reagim nga i Zoti i shtëpisë, nga personi që bëri gjithë të banket. Kështu shërptori, sklavi u kthye dhe tregoi të gjitha Zotit vet. Pra solli raportin, çfarë njerëzit i thanë.
Atëherë i Zoti i shtëpisë u zemrua dhe i tha shërptorit, sklavit të vet, dil shpejt nëpër rrugët dhe rrugicët e qytetit, e sill këtu të varfër, sakat, të verbër dhe të çal. Natyrshëm pra refuzimi i ftesës do të sillte këtë reagim nga ky njeri shumë i pasur që kishte shtruar këtë banket. Ai u zemrua me të drejtë me ata të cilët e shpërfillën ftesën e tij dhe nuk denjuan të vinë. Edhe ne duhet mendojmë që përgjigja e Perëndis ndaj refuzimit nuk është një përgjigje pasive e Zotit. Ka zemrim të drejtë ndaj refuzimit të hirit të tij. Perëndia është i ngadalshëm, Perëndia jep shumë herë mundësi dhe faleminderit Zotit që jep shumë herë mundësi, sepse nëse nuk do të kishte kaq shumë herë mundësi nga Perëndia, askush për nesh nuk do të shpëtojë, sepse askush për nesh nuk është përgjigjur me herën e parë, po besoj kur kemi dëgjuar ungjillin. Por kemi menduar, kemi reflektuar, kemi dyshuar, kemi luftuar, për të hyrë pra nga dera e ngushtë nuk është e lehtë, ka një proces, por do vi një moment pra kur do kemi këtë zemrim nga Zoti, siç u zemrua ky person. Dhe thot fto këta njerëzit, të njerëz të varfër, sakat të verbër dhe çal, përmenden dhe pak më parë në historinë tonë, në vargun 13 pra që pam herën e kaluar, kur tha kur bën një ftesë, thirr këta njerëz, lypsit, sakatët, të çalët, të verbrit, dhe fjalë për fjalë, me këtë histori Jezusi po thotë që mbretëria e Perëndis është e hapur për të gjithë njerëzit. Edhe për ata që quhen, është përdor fjala shqip marginalizuar apo njerëz të cilët janë si thua të hedhur poshtë, që nuk kanë mundësi pra. Mbretëria e Perëndis është për të gjithë mëkatarët, për të gjithë personat e pamundur. Persona të tillë pra, të varfër, pa përkraje, sakat, të verbër, të çal. Ftesa është jo vetëm për ata që janë në gjendje të vinë, por edhe për këta njerëz. Pra, është e hapur. Dhe ideja që thot dil nëpër rrugët dhe rrugicat e qytetit, këtu ideja e parë është që ftesa vajti pra përsëri në qyteti përfaqëson kombin jude. Akoma ftesa është brenda kombit jude, për të vajtur, për të ftuar ata që ishin të pamundur. Dhe shërptorët e Perëndis, shërptorët e këtij zotërisë, sollën të gjithë ata që gjetën dhe ata që pranuan të vinë në ftesë pra. Por kishte akoma vend, dhe shikojmë dhe pikën e 4, një ftesë më e gjerë. Për shkak se kishte akoma vend, lexojmë në vargjet 22-23, shërbëtori, sklavi pra, i tha, Zoti bë ashtu siç urdhërove ti, por ka vend edhe më, ka akoma vend. Atëherë Zoti tha shërbëtorit, dil shpejt nëpër udhë dhe përgjat gardhave dhe detyroj të hyjnë që të mbushet shtëpia ime. Pra thirrja zgjerohet nga qyteti tani, dil jashtë qytetit, dil edhe më jashtë, dil nga kombi judek. Ungjilli pra tani u shfaqet të huajve, jo hebrejve. Dhe i detyroi ata të hyjnë, sugjon një bindje të fortë, bindje ata si thua. Jo se do t'i merrin me zor, po duhet pra që t'i detyronin, por një ftesë pra që tregon, një ftesë që tregon zemrën e këtij personi, e këtij zotërie që donte të hynin, t'i ftonin, pra tregonin më shumë dashuri ndaj këtyre njerëzve për t'i sjell. Sepse shumë veta ndoshta mund të mos ndihen të denj për të ardhur në këtë ftesë, por duhet të inkurajohen njerëzit. Çdo njeri kudo duhet vazhdimisht të inkurajohet përderisa ftesa është akoma e hapur, përderisa dera e ngushtë është akoma e hapur. Dhe ne prandaj lutemi për të pashpëtuarit, lutemi vazhdimisht për ta që Zoti pra të mund të ndryshojë mendjet e tyre dhe ne të mund t'i sjellim. Siç edhe Yolanda Ndavët vazhdoi të ndajë ungjillin me këtë motër muslimane që Zoti të hap mendjen, zemrën e saj dhe jo vetëm të saj, por edhe të familjes. Pra kjo pasion ftesën e hapur të ungjillit për të gjithë njerëzit. Dil nëpër udhë, për gjatë gardhave, kudo, në çdo cep të botës. Duhet shkojmë në çdo vend. Edhe atje ku Adriele ka vajtur, kur Zoti e ka dërguar në Butan, ka njerëz të humbur atje që duhet të dëgjojnë ungjillin, të gjitha fiset, gjuhët, kombet. Perëndia pra dëshiron që shtëpia e tij të mbushet. Pra ky zotëri thot dil dhe mbusheni shtëpinë time, detyrojeni, si thua me dashuri, duhet ka një farë nxitje, si thua nxiteni që të vinë. Dhe ungjilli duhet predikohet kudo ku janë njerëzit, për gjatë gardhave pra, nëpër udhë, që do thotë jashtë qytetit, nëpër fshatra, kudo ku janë. Dhe është gjë e mrekullueshme që asnjë person nuk është i përjashtuar. Askush nuk është asnjë komb nuk është i përjashtuar, sado që armiqësor mund të ketë qenë kombet,
kundër Perëndis, ne jemi një komb i tillë armiqësor kundër Zotit, pavarësisht se njerëzit ndoshta nuk e mohuan Zotin, por qeveria që përfaqëson njerëzit, shteti ynë pra, mohoi haptazi që nuk ka Zot dhe e vendosëm dhe në kushtetutë dhe u krenuam me këtë, por faleminderit hirit e Zotit që ja ku jemi sot, njerëz të shpëtuar nga kombi ynë dhe nuk ka asnjë person të shpëtuar, të përjashtuar. Të gjithë janë të ftuar në këtë ftesë dhe të gjithë pra ne që kemi pranuar duhet bëjmë përpjekje maksimale për të sjellë ta njerëz tek kjo darkë, tek kjo ftesë. Kemi dhe pikën e fundit, pasojat e refuzimit. Ka pasoja për ata që e refuzojnë përfundimisht. Që përfundimisht është pak më e vogël tani sepse doja t'i mbaja piket aty, por mund të lexoni në Biblën tuaj, nëse nuk e lexoni dot aty. Sepse unë po ju them, thot ai në vargun e fundit, se asnjë nga ata njerëz që ishin të ftuar nuk do ta shijoj darkën time. E frikshme, si thënia, që këta njerëz nuk do ta shijojnë ata që u ftuan në fillim. Deri tani, historia që kemi lexuar deri në para vargut 24 ishte në vetën e tretë. Një person përgatiti banketin, ai ftoi ata. Ktu ndryshon. Shikojmë që ka një ndryshim. Unë po ju them, kalon në vetën e parë dhe në vetën e dytë. Se ju këta njerëz pra nuk do ta shijojnë darkën time. Tregon pra që gjithë historia këtu Jezusi po, si thua, po shpjegon se për kë bëhet fjalë. Sa herë që Jezusi përdor këtë shprehje në historitë e tij, në shëmbullturat e tij, unë ju them se askush nga ata njerëz ishin të ftuar, nuk do ta shijojnë darkën time. Nuk po flasim më për njeriu dhe darkën e tij, ne po flasim për Jezusin dhe darkën mesianike, kur ai do të mbretërojë. Nuk është më ai person, por ai është vetë Jezusi që është Zoti që ka ftuar këtë darkë. Ne po flasim për parajsin, po flasim për banketin e madh që do të shtrohet pra në ringjalljen e të drejtëve. Po flasim për festën qellore, për shpëtimin, për mbretërinë e përjetshme. Për mbretërinë e përjetshme të Perëndis pra. Kemi këtë paralajmërim solemn, ata që refuzojnë ofertën e Perëndis. Jo sepse janë njerëz të këqij, po sepse janë shumë indiferent. Të gjithë në fakt jemi të këqij. Nuk mund të themi që ata janë më të këqij se ne, por janë indiferent, janë të dhënë pas kësaj bote, pas gjërave që ofron kjo botë. Ata që nuk vinë në këtë festë do të lihen jashtë. Ka pasoja pa për njerëzit që nuk përgjigjen ftesës. Ka pasoja për ata që hedhin poshtë ftesën, e refuzojnë deri në fund. Dhe Jezusi me këtë histori përmbys atë konceptin e tyre, po ja tregonte farizejve. Pra audienca e tij e parë në këtë histori ishin farizejt që ishin ulur aty në tryezë. Për farizejt, ata mendonin që ishin të shpëtuar sepse i përkisnin popullit hebrej. Mjafto, je pasardhës i Abrahamit, je pjesëtar i popullit hebrej, jemi të shpëtuar. Mund të jetojmë si të duam, mund të bëjmë çfarë të duam. Por kjo histori ishte për ata një thirrje për ata që të shqyrtonin pra jetën e tyre, të shqyrtonin mënyrën se si po jetonin. Shoqërimi, domethënë pjesëtar i popullit hebreu, ose nëse e kthejmë për ne, shoqërimi me besimtarë të tjerë, ardhja në kishë, nëse e kthejmë në veten tonë, ardhja jo në kishë, leximi i Biblës apo gjëra të tjera që ne mund të bëjmë, që mendojmë që do mjaftojnë, nuk mjafton. Duhet një marrëdhënie personale me Perëndin përmes Jezu Krishtit. Duhet një pendim real, pendim i vërtet brenda nesh, në mendjen tonë, në zemrën tonë, të kuptojmë që jemi të humbur, jemi mëkatarë të humbur dhe vetëm marrëdhënia me Zotin Jezus na bën që të pranojmë të ftesë, të vim tek kjo ftesë, të hym tek dera e ngushtë. Dhe historia na tregon për ata që supozojnë që janë brenda, sipas asaj historie, pra elita fetare, në fakt janë jashtë, sepse nuk denjojnë të vinë në ftesën e Zotit. Ndërsa ata që supozohet që janë jashtë, ato të marginalizuarit, të varfrit, mëkatarët, sakatët, janë të mirëpritur. Mbretëria është e mirëpritur, është e hapur për të gjithë. Hiri i Zotit është për të gjithë, por nuk duhet të merret lehtë. Duhet merret seriozisht kjo ftesë. Është një ftesë që e bën Zoti për të gjithë. Sepse shpesh herë
gjërat e kësaj bote, rehatia jon, apo marrëdhëniet, apo gjërat që ne po bëjmë, mund të na pengojnë të hyjmë në këtë mbretëri. Pra, është një histori që na tregon këto pika. Bëhet një ftesë nga ky person që ofron këtë darkë. Ka shfaqsim nga ata që ishin të ftuar, që duhet merrin pjesë. Kemi një reagimin e Zotit Shpirtit dhe ftesën më e gjerë për të gjithë njerëzit, dhe kemi edhe pasojat e refuzimit. Tani çfarë do të thotë kjo për ne sot? Nëse mund të themi disa zbatime për ne sot. Mund të bëjmë pyetjen vetes. Çfarë shfaqsimesh ose justifikimesh mund bëjmë ne sot që na pengojmë të përgjigjemi Perëndis? Ky pasazh na sfidon që të reflektojmë se si ne i përgjigjemi ftesës hyjnore. Kur mendojmë pra shfaqsimet e të ftuarve, a tingëllojmë pak të njëra dhe ata gjërat për botën e sotme, gjërat që na pengojnë, për ata që nuk kanë hyrë akoma në këtë, që nuk vinë pra, që nxjerrin justifikime për të mos ardhur tek ftesa e Perëndis. Mendoni pak për situatën tonë, për situatën personale. Çfarë na pengon të vimë në banketën e Perëndis? Perëndia të fton ty personalisht. Cilat janë ato gjëra që na pengojnë? Pasuritë e kësaj bote, marrëdhëniet. Tek Marku 8:36-37 thuhet: çdo bij do të ketë njeriu të fitojë gjithë botën. Nëse pra ne fitojmë gjithë botën, kemi gjithçka që kjo botë ofron. Çdo gjë të mirë që kjo botë ofron. Nëse më pas do të humbas shpirtin e vet, ose çfarë mund të jap njeriu në shkëmbim të shpirtit të vet. Mos lejoni që gjërat e kësaj bote t'ju pengojnë të vini në festën e Perëndis, pra në këtë, të pranoni këtë ftesë. Merrni seriozisht ftesën që ju është bërë. Dhe falenderojmë Perëndin që shumë prej nesh e kanë pranuar këtë ftesë. Por gjithmonë ka njerëz që kanë nevojë ta pranojnë. Nëse nuk e keni pranuar këtë ftesë që Zoti ju ka bërë, të merrni seriozisht. Kërkoni Zotit. Çfarë ju pengon? Dhe ne të tjerë që kemi pranuar, le të mendojmë se si ne kemi edhe një pyetje tjetër. A jemi më shumë ne të tjerë, si të ftuarit origjinal, pra të ftuarit e parë, apo më shumë se ata që janë sjellë më vonë? Ku hym ne në këtë kategori? Ato të ftuarit e parë apo ata që u sollën më vonë? Dhe një zbatim tjetër për ne që kemi pranuar ftesën është si ti detyrojmë, ajo është në thojza, si të tregojmë më shumë dashuri, më shumë dhëmshuri ndaj të humbërve, që t'i bashkohen festës. Nëse ne jemi të shpëtuar këtu sot, ne kemi një mision tani për ta dërguar këtë ftesë të mbretit të madh tek të gjithë njerëzit, tek të gjithë ata që janë atje jashtë. Kjo kërkon sakrificë nga ana jonë, por është misioni më i mrekullueshëm që të thrasim njerëzit në festën e Perëndis. Është një privilegj që ta bëjmë këtë gjë. Dhe mund ta bëjmë në shumë mënyra. Nuk do thotë që vetëm ne duhet të shkojmë atje, por ka shumë mënyra se si mund ta bëjmë. Ne mund të lutemi vazhdimisht për të pashpëtuarit. Ne mund të mbështesim ata që shkojnë atje që Zoti ka dërguar. Ne mund të bëhemi aktiv, pra në mënyrën se si jetojmë, për ta bërë këtë gjë me besnikëri. Është ta marrim si privilegj që Perëndia pra na ka ngarkuar, është fjalë fort, ti detyrojmë, por tregojmë një dashuri për te vetes sonë, të dalim për te vetes sonë për t'i bërë njerëzit që të vinë në këtë, për t'u treguar sa e mrekullueshme është kjo festë. Çfarë i pret atje? Kjo botë ofron disa gjëra të rreme që mund të duken të mira, të rehatshme apo mund ta japë një kënaqësi të përkohshme, por në fund jep një zhgënjim të madh. Ndërsa banketi i Perëndis, festa e Perëndis është një gëzim që vazhdon për jetë. Prandaj atë duhet të synojmë. Atë festë atje dhe atje duhet i drejtojmë njerëzit tek ajo festë. Dhe tani kalojmë tek darka e Zotit, sepse është e diela e parë. Dhe darka e Zotit është një thirrje që Zoti na thret të gjithë ne që kemi pranuar ftesën për të marrë pjesë. Duhet marrim pjesë, por duhet marrim pjesë denjësisht në darkën e Zotit. Është për besimtarët, është vetëm për besimtarët. Nuk është për ata që akoma nuk kanë besuar tek Jezu Krishti si Zot dhe Shpëtimtar.
Prandaj, nëse e keni pranuar Jezu Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar, jeni të ftuar të merrni pjesë në darkën e Zotit, që përfaqësohet me elementet, pra, me bukën dhe me lëngun e rrushit. Por nëse nuk keni pranuar Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar, lërni, nuk është për ju. Dhe është një kohë ku ne kujtojmë, është një kohë kujtese, kujtojmë sakrificën e Zotit tonë. Sakrificën e Zotit tonë që ai bëri për ne mëkatarët. Dhe vetë Zoti Jezus e themeloi darkën e Zotit. Dhe na thotë që të marrim pjesë në të. Dhe ta bëjmë në përkujtimin e tij, po ta marrim pjesë denjësisht. Tek Luka, përse jemi tek Luka, sepse darka e Zotit përmendet tek Ungjil, po tek Luka 24:14-20. Përshkruhet kështu darka e parë e Zotit që u themelua nga Krishti, atë natë që po tradhtoi. Dhe pastaj do të arrestohej dhe gjykojej. Dhe kur erdhi ora, ai u ul në tryezë dhe bashkë me të 12 apostujt. Atëherë ai u tha atyre: kam pasur dëshirë të madhe ta ha këtë pashk bashkë me ju, para se të vuaj. Sepse po ju them se nuk do të ha më të tillë derisa ajo të plotësohet në mbretërinë e Perëndisë. Pra është darka e parë. Pastaj mori kupën, falenderoi dhe tha: merrni, hani dhe ndajeni midis jush. Mori bukën. Se kupën është e para, sepse unë po ju them se nuk do të pi më nga fruti i ardhis derisa të vi mbretëria e Perëndisë. Pastaj mori bukën, falenderoi e theu dhe u dha atyre, duke thënë: ky është trupi im që është dhënë për ju. Bëjeni këtë në përkujtimin tim. Pra, sa herë që ne marrim bukën dhe kupën, është në përkujtimin e Jezusit, çfarë ai ka bërë për ne. Derisa ai të vi. Ne shpallim në të kaluarën çfarë Jezusi ka bërë, tregojmë ku jemi tani, marrëdhënie me të, jemi bijtë e tij, prandaj marrim pjesë në darkën e Zotit dhe shpallim presim që ai të rikthehet, që të vendosë të mbretëri, që ata prisnin. Pra këtë mbretëri ku ata që do të marrin pjesë do të jenë të lumtur, të bekuar. Dhe ai do të vi ta vendosë të mbretëri dhe ne derisa ai të vi ne bëjmë këtë gjë në përkujtimin e tij. Ndërsa marrim të elementet, dhe ftoj ndoshta 2 veta që do na ndihmojnë për të darë. Laku është një i gatshëm. Nuk e di që kemi një tjetër, por mund të ftojmë dikë tjetër. Edi mund ta bëj, po Edi. Është zën. Paul. Ndajmë elementet, ndërsa marrim elementet, le të mendojmë, le të reflektojmë, le të rrëfejmë Perëndisë nëse kemi diçka për të rrëfyer, le të jemi falendërues për gjithçka Perëndia ka bërë në jetën tona, le të jemi ripërkushtojmë veten tonë se si të jemi pra persona që të çojmë ftesën tek të humburit, që ndajmë ungjillin e paqes tek njerëzit. Pra, është një kohë reflektimi, një kohë ripërkushtimi. Le ta bëjmë të me besnikëri pra. Ndërsa marrim elementet, le të ulim kokat, le të falenderojmë Perëndin për hirin e tij të madh dhe për privilegjin që na ka dhënë pra, që të jemi këta ambasador të tij, besnik, të jemi përçues, shërptor që të çojmë lajmin tek Perëndia dhe sa të ndahen elementet, pastaj do të lutemi, do të falenderojmë Zotin. Por le të reflektojmë mbi mesazhin e sotëm pra.
Le të vazhdojmë të lutemi edhe 2-3 minuta dhe unë do të lutem, pastaj do i marrim së bashku elementet. Le të reflektojmë mbi jetën tonë, mbi hirin e Perëndisë. O Ati dashur Perëndi, ne bekojmë emrin tënd të madh Zot dhe të falenderojmë Perëndi që na ke dhënë një ftesë Perëndi dhe përmes shërbëtorit të tu na ke detyruar që të vim Perëndi me dashurinë tënde Perëndi. Na ke bërë të mundur Zot që të marrim pjesë në këtë festë të madhe Zot. Jemi falendërues Perëndi për hirin e madh që na është shfaqur ne rebelëve Perëndi. Nuk kemi të denjë Perëndi të kësaj thirrje, por Ti na ke bërë të denjë Perëndi nga dashuria jote e madhe. Dhe lutemi Zot ndërsa reflektojmë mbi këto të vërteta që fjala jote na tregon Perëndi. Na ndihmo Zot që ne Zot jemi përçues të këtij lajmi tek njerëzit rrotull nesh, për të lartësuar emrin e shpëtimtarit, për t'i dhënë lavdi Krishtit me jetën tonë Perëndi. Në mënyrat se si sillemi Perëndi, në mënyrat se çfarë mendojmë, çfarë bëjmë Perëndi. Lutemi Perëndi për pengesat që kjo botë sjell Perëndi për shkak të mëkatit. Lutemi Zot që fokusohemi tek gjërat qellore, tek gjërat më të mira Perëndi që janë aty lart. Të ngrem kokat lart Perëndi, jo të mbajmë kokat poshtë në këtë botë. Duke ditur që jemi të përkohshëm në këtë botë Perëndi, jemi shtektar, jemi qytetar të qiellit Perëndi, jemi qytetar të asaj feste të madhe që Ti ke përgatitur Zot. Dhe ndërsa jetojmë në këtë botë, na ndihmo që të jetojmë denjësisht Perëndi për Ty. Tani Perëndi të falenderojmë që na jep mundësinë për të kujtuar sakrificën e madhe të Zotit tonë Jezu Krisht në kryq Perëndi, që dha trupin e Tij dhe gjaku i Tij u derdh për mëkatet tona Perëndi. Ai pësoi atë dënim që ne meritojmë Zot. Dhe ne Zot kemi marrë jetën e përjetshme përmes kësaj sakrifice zëvendësuese Zot. Të falenderojmë Perëndi për mundësinë që na jep për ta bërë këtë hapur në vendin tonë Perëndi. Të falenderojmë Perëndi që Ungjilli vazhdon të jetë i hapur në vendin tonë. Lutem Perëndi për